Për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë sezonit veror, policia e shtetit ka hartuar dhe është duke zbatuar një plan masash lidhur me sigurinë në zonat bregdetare, liçenore dhe lumore, lehtësimin e qarkullimit në pikat e kalimit kufitar, parandalimin e aksidenteve rrugore dhe veprimtarive kriminale, zbatimin e orarit të ndalimit të muzikës, si dhe mbrojtjen e mjedisit dhe zonave turistike. Ndryshe nga viti i kaluar, këtë vit shërbimi 12 orësh për efektivët e policisë do të jetë vetëm në zonat bregdetare, ndërsa bëhet me dije se në ndihmë të policisë vendore do të dërgohen shërbime shtesë, të cilat do të kompensohen sipas legjislacionit përkatës. Kontrolli dhe ndëshkimi i lundrimeve të rrezikshme brenda zonave të ndaluara do të kryhet nga njësia policore detare që me anë të dronëve do të operojë për kontrollin e perimetrit të sigurisë në plazhe. Për të përballuar fluksin e shtuar të emigrantëve dhe turistëve që vijnë për të kaluar pushimet në Shqipëri, policia kufitare ka marrë masa për shtimin e sporteleve dhe burimeve njerëzore në pikat e kalimeve kufitare me qëllim shmangjen e pritjeve në radhë. Gjithashtu do të ketë kontrolle të shumta në kufirin e gjelbër dhe në kufirin blu për të parandaluar krimin kufitar dhe kalimet e palishme. Policia rrugore do të jetë 24 orë në të gjitha akset rrugore kombëtare dhe në qendrat e banuara. Bëhet me dije se nga 16 qershori deri më 15 shtator do të kufizohet qarkullimi i mjeteve të rënda për transport mallrash në fundjavë dhe në ditët e pushimit zyrtar.